Jemi në fshatin Petrova, Shbekim Hysena, i kemi arë me adhon qelsin e shtëpisë së re. Para se me adhon qelsin, po e japim pamjet, kur ne kemi vizitu për herë të parë. Nuk o të mujtë me punë. Pse? I rinjë është i zajftes, abdes nuk për morin, po më dërtem po më vjetë gjina me që, se shumë i vëpëll është. Nga? I një moment rap. Kur vje djalin, falë me djalin, edhe thuj ka thonë Halili, hajde të shtëpia pleqve, e na marrëm punë me neve. Na bashkan gjitet neve, qashtu qysh ja dham lajmin, bje me neve me dhan lajme se po bërë. Shumë faleminderit për. Qashtu i thu djalit edhe vjen e ditë presun e të shtëpia pleqve. Sa antarë je Bekim? Jam 5 antar tashmë, se nëmë në kom posë më ka vdek, që një 3 javë të shtës, po në 3 javë për ta. Inshallah Allah në gjenet. Amen e shala. O kanë smut nëne? Smut, o kanë 3 vjetë ka hjek, shumë. Qysh kemi mujtja kemi dalë, ka hjek shumë nga ota. Për na fol pak për jetën tonë, Bekim. Valla jetën e kam vështirë, shumë vështirë. S'mu më mja dalë. Nëmë në kom posë smut, me nëzija kom dalë. Por që shpi kam nevoj ma shumë. Shpi janë këtë vlag, dhe të mi largu kauqat këtë vlag, ta kauqa mi kanë falë. Qëta është për të parë, mi kanë pro, mi kanë falë, dajtë. E me nëzija dalë. Fëmijët çfarë moshe kanë? 3 janë, maj madhe i ka 18 vjetë. Qikat i kam martu në 2, veç 2 djemët. Me 2 djemët jetë e tashtë edhe me gërvun. 4 antarët e me unë një pas tashtë, se në unë më ka shku. A punon nëjse? Jo, s'ko mujtë me punu, se në unë jam të mjeku e kom mos, s'ko mujtë. Me nëzija kom dalë. Çfarë moshe ki ti, Bekim? 78 jam. 78? Së. Kam 47 vjeç. Djemt apo munon me punu nëjse? Po mujnë, se i madhe i shtash i ka bot 18, sën po gjonë punë. Sa e ka kry shkollat, me nëzija ka kry. Ku jenë fëmija? S'janë vallaj këto në dalën. Okej. A merë në ndihmë sociale nëse? Veç penzijën e veteranëve. Je veteran? Po. Vetëm qëtë penzije kam. Ushtari u QK-s? Po. Edhe me të argjendja qështu? Që shpendin vetë? S'disha të thamë. Ranë bëllë, po s'kish ka me bon hoqë. Shok të luftës a të vizitojnë, a të nimojnë e herë? Unë kanë dimu për nënë, unë dimojnë ka pak për jo, s'kanë mundësi. Në atë mundësit e vejta po, s'po mujnë më shumë. A e konë me nejë se s'janë me bo kërkesë për me të nimojnë? Valla jo që. Pse? Po mas nënës jam konë të marrë, ma shkuart jam konë i habeta më kejtë. Se më konë bënorin, më kanë, s'kom posas bënorin, më kanë qelë shëshnia bënorin. Ka të më jetë nimojnë? Jo. S'ka djesë për veti, kanë mund, nështë ju kështë të zama më në mu, për s'kanë për veti. Është të jetë e shtirë, veç që një shpi së më baj, veç për qëta. Për me hongër pija dalë, që qysh për. Edhe qatë nëmë sa këmë posë mu. Jam më nëmë të i maksimum për të, hadha dhe këtë 100 mjerë. Nashta mund një nënës që e ke bo për to, në ka për unë neve me thonë për hajë se këna orë me ta një shpi. Falenderit, shumë falenderit hëtë. Shumë falenderit. Allahë të ujtë të shpërblirë e krejtë për shumë. Kretor, falenderit, shumë falenderit për krejve. A keni prit vizitën tërë? Jo, se kena minut që kena morë. Kur më pa në bërë? Valla jam befasë. Edhe më ka orë mija që ke orë pasha zërë në mësë ma pasë një shpijen herë veç që ke orë të bëllë. Na që aty ku him nuk dalin pa dhoni lajmë. Falenderit shumë falenderit zëvët e të rujtë. Cili prej juve keni më kalëzu djeme që po bohin me shpi? Këj kalëzën, s'mi të më shumë. Djali tha 18 vjeti ka hëgjë, nuk o të mujtë me punu. Pse? Për i rinjë është i zajftes, abdes nuk për morin, po më dërtem po më vjetë gjina me që, se shumë i vëkëll është, i një moment rap. Kur vje djali, Po. falë me djalin, edhe thuj ka thonë Halili, hajde të shtëpia pleqve, e na marrëm punë me neve.
Okej, Na bashkan gjitet neve, qashtu që ja dham lajmin, bje me neve me dhan lajme se po bërë. Shumë faleminderit Hoxh. Qashtu i thu djalit edhe vjen e ditë presun e të Këtë s'është shpia. problem. Shumë faleminderit Hoxh. Faleminderit tani ha, shumë faleminderit për teja. Shumë faleminderit. Përhajë. Nerës shumë. Kryetar, Orina, nërë, faleminderit. qofshish nash, e Nerës shumë. Faleminderit. Kryetar. Faleminderit për kreve. A ka emocione kryetarin? normal që ka emocione, na njerëzim edhe sa herë kemi kontakt me njerëz të tillë, me njerëz nevojës më shumë edhe veteranë i luftës, trupi na rën qefi. Ndoshta kjo shoqëri edhe ky shtet është dashur para se me orna me ndërhy në të raste, megjithatë asnjëherë nuk është vonë edhe faleminderit shumë. Ti je krenar gjithmonë Shumë faleminderit. uniformën edhe logën që e ke pas. Kur si vi Ne peshman. e kemi pas bashkë këtij vend. Gjithmonë. Megjithatë, më preki mu storja me nanën që tha Vallaj. jem koni dhënë shumë me Shumë po shazët një kom jo Nashta haki saj edhe Zoti e ka bot më shme marë na këtu. Faleminderit shumë për juve. E asoja kena pas bërë gjithmonë. Për një gjithmonë ja kemi bërë. Gjithmonë. Zoti të rujtë. Amen. Përhaj. Edhe juve inshallah Edhe kalojmë faleminderit mirë. shumë. Zoti të rujtë. Kush për juve do me qelë derën e shpisë? E zonja shtëpisë. Janë, dikush për juve dëve. Okej, po patëm qefti me qelë, po. Kryetar po kanë qef unë me qelë. Unë me qefin më të madhë, pe qeli, bismillah. Hajde, bismillah. Mashallah. Nasa po him në shpinë e re të bekimit edhe familjes ti, është ditë me emocionet ndryshme, këta kanë pasë edhe fatkeqësinë e djalit, po caktimi i Zotit është caktimi i Zotit. Bekim, na ti dham qelsat e shpijës. Faleminderit. Faleminderit për juve, për kreve, kush nere, kam faleminderit për kretarit, për teja, për kreve faleminderit. Ju faleminderit kreve. Donator kush ka jap krejt i faleminderit. Sholla veç jap pemet mira. Amen, inshallah. Zoja e shpijës. Atë pëlqej shpija njëherë. Po, shumë. Nerës për juve për gjatëve. Që që ki punë me mërzi, Kom në umë që së të qysh. a u zunë fëmijët e tjerë për shpinë. Bekim, Por na është. na jem besimtarë edhe jem vedishëm se caktimin e Zotit së në nalë kërkosh. Po jeta vazhdon, fëmijët e tjerë keni Do bëj sholla me të kreve. Shumë Tash. shkruzit. kushtet paktën më ndryshe, më të mira i ki, se sa ku Po, të këna gjetë. Po, e vërtet që po shumë më të mira. Shumë. Shumë më të mira dhe që më dalla është rose, po çfarë po. Çto i shkon në shkëpën. Bekimi o koni lidhë edhe me nonën e ti shumë edhe njëherë ka pas e ka përjetu vdekjen e nonës e pastaj edhe vdekjen e djalit, po kanë thonë burri është më i fort, njeri më i fort se burri. A ishe vërtet. S'kishe shkon e bon. Jeta i ka sprovat e vetë. Shumë. Sholla kush se prapë. Po bebekim, po onën tjetër shka të vepri zotin mirë se anë. Ja, s'kem çfarë do të bëj. Ka mujt, ka mujt edhe maron. Ka mujt. Me lon bela o mrapa, me lon se në. E ke që ja fund s'ka. Jo, s'ka hoqë. Jemi ka 25 një, s'kem çfarë bën. Ai dhe ka folë, ai ka morë. Çfarë më? Elhamdulillah. E gëzofshi shpinë e re. Faleminderit veç për kreve, faleminderit. Faleminderit sholla veç ja u kthej me të mira. Rast i ndishëm, rast prekës, kryetari tha, është rast i ndishëm, halil mos me e fjallën mundësish, por du vesh një orim të vogël me adhonë familjes kryetarë. Po, është i fjallë të janë te për ta, jam i lumtur që bashkë me Hoxhën e nderuar Ali Kastratin, e jemi këtu për të t'ja
uru shtëpinë e re, po që shëndet e gëzoshi me familjen e juaj e me kujtimet më të mira edhe për nonën edhe për djalin. Lista donatorëve do të bëhet publike, kur bëhet publike rasti i bekimit me shtëpi të re. Bekime gëzofshi donatorë zoti informacion. Për haj. Ka një sëkull. Për haj. Faleminderit, shumë hajr paçi. Për haj. Kryetar, shumë faleminderit.